All rise. Të gjithë më kam. Dhëmat e specializuara të Kosovës çelin seancën. Gjykatë, si mund të uleni. Mr. Court Officer, please. Sekretari i gjykatës ju lutem paraqisni lëndën. Sekretari i seancës, mirëmëngjes të nderuar gjykatës, kjo është tek SCB-C 2020-06, prokurori specializuar kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimi dhe Aku Krasniqit. Faleminderit. Thank you. I note Faleminderit. Vërej se të akuzuarit me përjashtim të zotit Krasniqi janë të pranishëm në sallën e gjyqit. Zoti Krasniqi na ndjek përmes videolidhjes. Përpara se të fillojmë me dëshminë e dëshmitarit 080978, do të dohet të trajtoj disa aspekte paraprake. Pikë së parë kemi disa urdhra me gojë. Të shkurtër. first an oral order. Pikë së parë kam një urdhër me gojë sa i takon deklaratës së dëshmitarit 03865, të cilat janë pranuar dhe kanë marrë numrin e provës materiale P011361 deri në P011364. Rikujtoj diskutimet me palëve dhe ZPS-ja në vijim të këtyre diskutimeve na dha disa përkthime të këtyre deklaratave të renditura në emailin që ka dërguar ZPS-ja më 30 prill 2024 në orën 5:42. Udhëzoj zyrën administrative të vendos këto përkthime si bashklidhje të provave materiale dhe të japi numrin përkatës tek provat materiale P11361, P11364. Ky është urdhri i parë me gojë. Së dyti ju kujtoj se më 29 prill 2024 u pranuan deklaratat e dëshmitarit 03865 dhe morë numrin e provës materiale P01135, që diskutua në transkript në faqet 15084, 15085, materialet ZPS 002000418 nuk kishte përkthim në gjuhën shqipe, përkatësisht me numrin P1135. Është vendosur tani në paketën e materialeve 1220 dhe përkthimi në gjuhën shqipe ka marrë numrin P01135 atë. Çka do të thotë se prova materiale P1138 do të ndryshohet dhe i lutem tani zyrës administrative të ndryshoj numrin e provës materiale P01138. Gjithashtu mbrojtja e Krasniqit ka bërë disa sqarime për transkriptin e 1 maj 2024, përkatësisht në faqet 15342, 15343. Siç ka thënë mbrojtësi zotit Krasniqi, numri i saktë i dokumentit që ka përdorur me dëshmitarin 04371, përkatësisht në faqet e transkriptit 15309, është numri 06178 viz 060189 red 2. Mbrojtësi zotit Krasniqi i ka përdorur këto referenca në faqen 06012 që nuk janë pjesë e gamës së faqeve që janë pranuar si prova materiale për 01143. Pra kjo u sqarua. Gjithashtu, i kujtoj palëve dhe pjesëmarrësve që të vendosin në listën e tyre të prezantimeve dokumentat që synojnë të përdorin gjatë marrjes në pyetje në të gjitha versionet e mundshme. Gjithashtu i rikujtoj se kam kërkuar të bëhen përkthimet e materialeve P01150 të shënuara për identifikim dhe P0151 po ashtu të shënuara për identifikim. Ka ndonjë kundërshtim nga palët lidhur me këto materiale dhe përkthimet përkatëse? Nuk dëgjoj të ketë kundërshtime. Në rregull atëherë.
prova materiale P01150 e shënuar për identifikim dhe P0151151 e shënuar për identifikim, pranohemi. Lutem sekretarit të gjykatës të japim numrin përfundimtar të provës materiale. Sekretari i gjykatës. Në rregull. Do të ndryshojmë fillimisht numrin e provës materiale që është pranuar dhe do të përfshihen edhe përkthimet përkatëse në provat materiale të pranuara. Faleminderit. Kam dhe disa komente të përgjithshme për të bërë. Para 2 javësh filluam vitin e dytë të dëshmive në këtë çështje gjyqësore. Filluam në mes të dhjetorit 2022 diskutimet për këtë çështje gjyqësore, disa ditë pasi u transferuar çështja nga gjykatësi procedurës paraprake tek gjykatësi të trupi gjykues. Në vijim të kësaj u mbajt seanca e parë për ecurinë e çështjes gjyqësore dhe tham që objektivi kryesor i trupit gjykues është të zhvillohet sa më shpejt kjo çështje gjyqësore. Kërkuam ndihmë prokurorisë, mbrojtësit të viktimave, vetmbrojtjes që të gjithë të na ndihmojnë të realizojmë këtë objektiv. Gjatë vitit të shkuar, disa herë kemi përsëritur kërkesën, kemi kërkuar parashtrime, kemi përshtatur procedura ose nga trupi gjykues ose me këshillën e palëve të ndryshme. Kur ka qenë nevoja, kemi ndryshuar disa procedura. Me qëllim që ky gjykim të mos jetë vetëm i drejtë, po të jetë një gjykim i shpejtë dhe efikas. Edhe ka pasur realisht shumë bashkëpunim nga të gjitha palët dhe trupi gjykues e vlerëson këtë dhe për këtë dua t'ju shprehim mirënjohjen tonë. Ne do të vijojmë të jemi sa jemi efikas dhe ju falenderoj për këtë kontribut që keni dhënë deri tani. Fillimisht prokuroria ka thënë se do të kishte 320 dëshmitar. E ka reduktuar numrin dhe brenda këtij muaji do të na japin një përditësim dhe shpresoj na kanë reduktuar dhe më tej numri i dëshmitarëve të propozuar. Dëshmitarët që kanë mbetur do të vinë në formate të ndryshme, çka do të thotë herë me shkrim e herë live. Deri tani kemi dëgjuar 60 dëshmitar, pra kemi pasur 60 dëshmitar në sallën e gjyqit, përfshirë këtu dëshmitarët e rregullës 154. Kemi pranuar deri tani 13 dëshmitar në bazë të rregullës 153 dhe sipas rregullës 155 kemi pranuar deklaratat e 32 dëshmitarëve të cilët ose kanë vdekur ose nuk janë të disponueshëm për arsye të ndryshme. Numri i dëshmitarëve të prokurorisë deri tani ka qenë 105 përfshirë këto që sapo citova. Trupi gjykues ka pasur 427 parashtrime protokolluara dhe parashtrime për të cilat u është dashur të marrin vendim, kërkesa këto nga palët, nga pjesëmarrësit dhe janë marrë 367 vendime nga trupi gjykues, qofshin këto me shkrim, me gojë, në vijim të kërkesave, mocioneve dhe parashtrimeve. Kjo është një punë e përbashkët që vjen në bazë të punës që bëhet në sallën e gjyqit. Kjo është një punë e jashtëzakonshme nga të gjitha palët, jo vetëm nga trupi gjykues, pjesëmarrësit, por edhe personeli mbështetës dhe për këtë shpreh mirënjohjen time. Ka ende shumë punë për të bërë, ne të vazhdojmë të përpiqemi që ky gjykim të vazhdojë të jetë sa më i drejtë, sa më i shpejtë, sa më efikas. Unë kam shpresë se do të jemi ende bashkëpunues, sigurisht që mund të bëjmë punë më të mirë, të gjithë ne bashkë, dhe kur them të gjithë ne bashkë, këtu përfshin trupin gjykues. Sidoqoftë, sot duhet të themi që kemi pasur më shumë se 100 dëshmitar. Për një vit përfshin këtu të gjitha formatet. Është një çështje ndërlikuar, e kam thënë dhe më përpara këtë. Avokatët, juristët, menaxhimi i gjykatës, zyra administrative, përkthyesit, të gjithë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj dhe përpjekjet tuaja. Tani mund të vazhdojmë me dëshmitarin. Sot dëgjojmë dëshminë e dëshmitarit të prokurorisë 01978. Ju lutem, kalojmë në seancë private për mbrojtjen e dëshmitarit dhe të tjerëve. Zoti sekretari i gjykatës se tu drejtova në gjininë femërore.
Sekretari, jemi në seancë private. One preliminary note before we Kam dhe diçka Your Honors, we're in public session. sekretari, jemi në seancë publike, faleminderit. Good morning, witness. Mirëmëngjes, dëshmitar. The court usher will now Asistentja e sallës do të jap një tekst, është betimi solem. Do ta lexoj unë. Dëgjoj çfarë do them dhe përsërit pas meje. I don't have the declaration. Do you have the declaration? Can you read that? E lexoni dot vet? Indërgjeshëm parancinë e dëshmisë time. Përgjithësi time ligjore deklaroj solemnisht se do ta them të vërtetën, krejt të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Nuk duhet të mbaj shërsin asgjë për të cilën kam dioni. Thank you, witness. You may be seated. Faleminderit, tani mund të uleni. Witness, today we will start your Dëshmitar. Sot do filloj me dëshminë tënde që mendohet se do të zgjas 3 orë. Në fillim do t'i bëj pyetjet prokuroria, pastaj mbrojtësi i viktimave, dhe kur të mbaroj prokuroria dhe mbrojtësi i viktimave, do të bëj pyetje avokatët. Edhe gjyqtarët mund të kenë pyetje për ju. Prokuroria ka kërkuar 45 minuta për t'ju marrë në pyetje. Mbrojtësi i viktimave 15 minuta, ndërsa avokatët e mbrojtjes kanë kërkuar 2 orë të gjithë së bashku. Inkurajoj palët të jenë sa më të kujdesshëm në shfrytëzimin e kohës së tyre. Trupi gjykues mund të lejoj pyetje plotësuese nëse përmbushen kushtet. Dëshmitar, përgjigju qartë, me fjali të shkurtra. Nëse nuk e kupton një pyetje, lirisht kërkoni që pyetja të përsëritet. Ose thoni që nuk e kuptoni në mënyrë që ta sqarojmë. Gjithashtu na thoni ku i bazoni faktet dhe rrethanat për të cilat do t'ju bëjmë pyetje. Në qoftë se prokuroria ju thot
të flisni për korrigjimet që keni bërë në deklaratat tuaja, duhet të thoni me zë për proces verbal që deklarata juaj bashkë me korrigjimet që keni bërë reflekton saktësisht dëshminë tuaj. Flisni pranë mikrofonit, prisni 5 sekonda përpara se të përgjigjeni dhe flisni ngadalë për përkthyesit. Gjatë kohës që jepni dëshmi në këtë sallë gjyqi, nuk duhet të diskutoni me asnjë për mbajtjen e dëshmisë suaj jashtë sallës së gjyqit. Nëse dikush jashtë gjykatës ju bën pyetje për dëshminë, na informoni. Nëse unë të them të mos flasësh më, pusho. Gjithashtu pusho nëse unë ngre dorën, se kjo do të thotë që unë duhet të jap një udhëzim. Nëse në ndonjë moment ke nevojë për pushim, na thuaj dhe do ta bëjmë të mundur. Dëshmitar, ke ndonjë pyetje? We'll proceed. Mirë, faleminderit. Tani do të fillojmë. Do filloj prokuroria që është ulur në të majtën tuaj, dëgjojnë me vëmendje. Zonja prokurore, fjala është për ju. Thank you, Your Honor. Faleminderit. Mirëmëngjes, dëshmitar. Quhem Vega Jodice dhe do t'ju bëj pyetje për prokurorin sot. Siç u shpjegova dhe në takimin që patëm, nuk do t'ju bëj pyetje për të gjitha aspektet që ju keni informacione, po ekziston mundësia që të pranojmë disa nga deklaratat që keni dhënë më përpara. Po për këtë do të ndjekim disa hapa procedural. Përpara se të ndjekim hapat procedural, do flasim pak për identitetin tuaj. Të nderuar gjykatës, ju lutem të kalojmë në seancë private. Gjykatës, kalojmë në seancë private për mbrojtjen e dëshmitarit. Your Honors, we're in private session. Sekretari jemi në seancë private. Vazhdoni, prokurorja, faleminderit. Dëshmitar, a mund të na thoni Witness, dëshmitar? Unë do nxjerr disa dokument në ekran, pasi të kalojmë sërish në seancë publike. Dhe pasi të nxjerr dokumente, do t'ju bëj disa pyetje. Po përpara se të kalojmë në seancë të hapur, dua të them që nuk duhet të përmendësh asnjë të dhënë personale kur të kalojmë në seancë të hapur. E kupton këtë? thank you. If we Derit. Tani mund të kalojmë sërish në seancë të hapur. Gjykatësi, sekretari i gjykatës na kaloni në seancë publike. Your Honors, we're back in open session. Sekretari, jemi në seancë të hapur. Gjykatësi, vazhdoni. Prokurorja, faleminderit. Dëshmitar, ju keni dhënë deklarata në të shkuarën dhe i keni dhënë deklarata edhe ZPS-s.
Ju është dhënë mundësia të rishikoni edhe një herë këto deklarata gjatë seancës përgatitore. Sot ne do kërkojmë që deklaratat tuaja të pranohen ndër prova gjyqësore. I drejtojmë sekretarit të gjykatës të nxjerrë në ekran materialin me numër SPOE 00184749 deri në 00184842 jo për publikun. Shohim faqen 1 në anglisht dhe faqen 44 në shqip. Witness looking Dëshmitar, shi dokumentet që dolën në ekran. I sheh këto dokumente, i dallon që janë deklaratat që i keni dhënë ju prokurorit publik të Kosovës? Shkojmë në faqen 93. Për ndryshe me numër SPOE 00184841. if we can scroll down. Shkojmë më poshtë. Dëshmitar, e njeh nënshkrimin në këtë dokument? Thank you. Could the court Derit. I lutem sekretarit të gjykatës të nxjerrë në ekran materialin SITF 0001454 deri në 0001455 red. Albanian translation? Bashkë me përkthimin në shqip. Witness, Dëshmitar, i njeh këto deklarata që kanë qenë deklarata tuaja që keni dhënë prokurorit special të Republikës së Kosovës? and could we go to page Shkojmë në faqen 7 të versionit në gjuhën anglez. Witness, do you see your Dëshmitar, e sheh nënshkrimin tënd te kjo faqe? E njeh nënshkrimin tënd? Thank you. Faleminderit. I lutem tani sekretarit 0 të nxjerr materialin me numër 060650 TR e të pjesa 1 red 3 bashkë me përkthim në gjuhën shqipe. Witness, do you Dëshmitar, a e mban mend që në vitin 2019 të morë në intervistë zyra e prokurorit të specializuar? Thank you. And do you Faleminderit. E mban mend që javën
e kaluar i lexove edhe një herë të deklarata në gjuhën tënde amtare? Do you recall that you had the opportunity to A e mban mend që të dhanë mundësinë të bëjë disa korrigjime, disa sqarime deklaratave tuaja? Do you recall that those E mban mend pastaj që ato korrigjimet i shënuam në një letër dhe u lexuam ju? confirm that what was read back A e konfirmon se ato që ju lexuam tek ai shënim pasqyron saktësisht ndryshimet dhe korrigjimet që bët ju? Thank you. Faleminderit. Tani, duke marrë parasysh korrigjimet dhe sqarimet që bët javën e kaluar. Tani, përmbajtja e deklaratës suaj, bashkë me këto korrigjime dhe me sqarime, është e saktë dhe e vërtet me aq sa besoni dhe keni dieni? If you were asked those same Nëse sot do të bënin të njëjtat pyetje, për të njëjtat ngjarje, a do jepi të njëjtat përgjigje? Thank you. Faleminderit. Pasi përmbushëm kriteret e rregullës 154 dhe në përputhje me vendimin F02245, kërkojmë të pranohen si prova gjyqësore materialet me numër SPOE 00184749 deri në 00184842 Red 2, SITF 0001454 deri në 0001455 Red, bashkë me përkthimin në gjuhën shqipe. Me numër 060650TR8, pjesët 1 deri në 4, Red 3 dhe materialet me numër 060650TR8, pjesët 1 deri në 4, Red 3 dhe shënimi përgatitor me numër 120921 dhe 120929. Tani doja të flisja për provat materiale shoqëruese. Kërkoj që të pranohen faqet me numër SITF 0001336 deri në SITF 0001350 që janë pjesë e një numri më të gjatë materialesh me numër SITF 0001353 deri në 0001373 Red 2. Materiali tjetër është SITF 0001455 deri në 0001463. Vijojmë materiali me numër 0639 materiali me numër 06040 06040, materiali me numër 06048 deri në 06048 dhe 06049 deri në 06049 dhe përkthimet në gjuhën angleze të këtyre 4 provave materiale shoqëruese që sapo citova. Is that the Gjykatësi, këto janë të gjitha materialet që kërkon që të pranohen si prova? Prokuroria, po. Gjykatësia, kemi ndonjë pyetje nga palët? Zoti Robert, jo. Palët e tjera, jo. Gjykatësi, në rregull. Dokumentet të cilat u lexuan dhe u identifikuan nga prokuroria, të gjitha pranohen në prova materiale, përfshirë këtu edhe shënimin përgatitor dhe provat materiale shoqëruese. I lutem sekretarit që t'i caktoj një numër prove materiale të gjitha dokumenteve të përmendura nga prokuroria.
Sekretari, faleminderit nderuar gjykatës. Dokumenti I parë që u lexua për proces verbal, që është dokumenti SPOE 00187449 deri në 00184842, do të marrë numrin e provës materiale po 01153. Deklarata e dytë që është me numër identifikimi SITF 000145448 deri në 000145554 dhe përkthimi në shqip do të marrin numrin e provës materiale P01154. Dokumenti SI 060654 vizë të rë, vizë e të dhe vizë atë, pra në versionin në shqip dhe në anglisht, pjesa 1 do të marrë numrin e provës materiale P01155.1, pjesa 2 do të marrë numrin e provës materiale P01155.2, pjesa 3 do të marrë numrin e provës materiale P01155.3 dhe pjesa e 4 do të marrë numrin e provës materiale P01155.4. Edhe njëherë, këto numrat caktohen si për deklaratat në shqip dhe në anglisht që kanë të njëjtë numër RN-je. Provat materiale shoqëruese faqet nga SITF 0001336 deri në SITF 0001350 do të marrin numrin e provës materiale P01156. Prova materiale shoqëruese SITF 000145555 deri në 000145663 do të marrë numrin e provës materiale P01157. Prova materiale 06069 deri në 060639, si në shqip dhe në anglisht, do të marrë numrin e provës materiale P01158. Dokumenti me RN 060640 deri në 60640 do të marrë numrin e provës materiale P01160. Dokumenti me numër RN 060648 deri në 060648 do të marrë numrin e provës materiale P01161. Dhe materiali me RN 060649 deri në 060649 do të marrë numrin e provës materiale P01162. Sa I takon shënimeve përgatitore, shënimi përgatitor numër 1, që ka numër RN-ja 120-921 deri në 120-929, do të marrë numrin e provës materiale P01163. Ndërsa shënimi përgatitor, që ka numrin RN 120930 deri në 120932, do të marrë numrin e provës materiale P01164. Të gjithë dokumentet e lexuar për proces verbal aktualisht janë të klasifikuar si konfidenciale. Gjykatësi kam përshtypjen që nuk u përmend materialin 59 apo jo. Do të thënë 1159. Sekretari mbase nuk e thash unë, harrova ta them. Dokumenti P01159 është 060639 deri në 060639. Megjithatë do të jetë një sy proces verbalit. Gjykatësi, jam I sigurt për ta kontrolluar, do të shikoni që 59-ta nuk përmend. Sekretari ju kërkoi ndjes. Gjykatësi mund ta kontrollojë më vonë, do ta shikon që nuk e përmendje. Prokurori, atë ndërkohë gjykatës, unë nuk e ofrova për regjistrim si provë materiale shënimin përgatitor numër 2, po ndërkohë sekretari I caktoi një numër provë materiale shënimin përgatitor numër 2. Gjykatësi, ky është gabim për proces verbal. Atëherë duhet të marrë numër provë materiale vetëm shënimin përgatitor numër 1. Sekretare, në atë rast, shënimi përgatitor nuk do të marrë numrin e provës materiale P01174. Faleminderit.
Thank you. Gjykatësi, faleminderit. Prokurorja, faleminderit nderuar gjykatës. Të nderuar gjykatës, me datën 3 maj, ZPS-ja dorëzoi një përmbledhje të propozuar të këtij dëshmitari. Dhe përderisa nuk kemi marrë ndonjë kundërshtim nga palët, pajtuar me parashikimet e rregullit 154, kërkojmë leje që të mund të lexojmë përmbledhjen në seancë të hapur. Gjykatësi mund ta lexoni. Prokurorja, dëshmitari 01978 është arrestuar dhe ndaluar nga ushtar të UÇK-s në ambiente të ndryshme ndalimit të UÇK-s gjatë disa jave. Dëshmitari 01978 do të jap dëshmi lidhur me kushtet e ndalimit, punën që kanë bërë të ndaluarit, si dhe procesin e marrjes në pyetje dhe rrahjet që ka pasur ai. Dëshmitari do të identifikojë disa ushtarë të UÇK-s, si dhe të ndaluar të tjerë të mbajtur bashkë me të. Të nderuar gjykatës, ne për këtë moment nuk kemi pyetje të tjera. Gjykatësi, faleminderit. Zonja Radiovska. Thank you, Your Honor. Faleminderit nderuar gjykatës. Good morning, witness. Mirëmëngjes dëshmitar. My name is Maria. Unë quhem Maria Radiovska. Sikur se e dini, unë jam mbrojtëse e viktimave në këtë çështje. Evidence is Dëshmia të nderuar gjykatës do i kërkoj së pari që të kalojmë në seancë private, nëse është e mundur. Gjykatësi, të kalojmë në seancë private, zoti sekretar. Your Honor, we're in private session. Thank you. Sekretari të nderuar gjykatës, jemi në seancë private. thank you. Ne i lexuam deklaratat që keni thënë, kështu që nuk është e nevojshme që ne apo ju të futemi në hollësi të asaj çfarë ka ndodhur. Dua t'ju bëj disa pyetje, të cilat kanë të bëjnë me pasojat që ka pasur rrehjet edhe ndalimet që ju janë për juve. A e kuptoni pyetjen dëshmitar? At the time of your Në kohën kur jeni ndaluar dhe kur jeni keq trajtuar, çfarë keni menduar juve? Çfarë mund t'ju ndodhte? Çfarë keni menduar se mund t'ju ndodhte kur jeni rrahur dhe kur jeni keq trajtuar? Unë jam rrahur në keq trajtuar e kam ditë se është është komplikim. Kur jam rrahur keq trajtuar si për një vete si as ka marrë pjesë në luftë, as kur gjë nuk e di vetëm fajtor. Nuk e di vetëm fajtor. Nuk e di vetëm fajtor. and what did you think might Çfarë mendut ju që mund t'ju ndodhte pasi ju rrahën? Domethënë se gjatë kohës kur keni qëndruar i ndaluar, ti vetë, çfarë ke menduar, çfarë mund të të ndodhte kur të kanë rrahur apo kur ke qenë i ndaluar? Unë mendoj se kur kanë rrahur, kur kanë ndaluar, e kam menduar më të keqen. Më të keqen. and what do you mean by the word? Çfarë do të thuash kur thua më të keqen? Na shpjego pak çfarë është më e keqja. Më e keqja është të kem rrahur sana ajo pritësi jo e mirë. Jo e mirë ndaj meje.
And after these beatings, Pasi të kanë ra dhe ndërkohë që ishe i ndaluar, si je ndjer fizikisht, si ishe fizikisht? Që fizikisht kam pas dërsitje, kam pas efe, kam pas trishtime, tana këto e ndi vetëm, kam pas lodhje trupore. Nuk e di vetëm fizikisht si jam kom i akt. Kam përdur forcë. Jam rrahun. Kam pas efe, dridhje. Kam pas gjitha ftofje. Ato nuk e ndi vetëm mirë. Edhe sot kam pasojën dhe tyne. and when you were in detention, Kur të kanë mbajt aty të ndaluar pasi të kanë ra, a ke pasur mundësi që të lëvizësh, që të ecësh?
Çfarë dëmi psikologjik keni pasur pasi jeni liruar? Si e ndjer pasi të kanë liruar? Në mendjen tënde, çfarë ndjesie ke pasur? Masi më ka liru, masi më ka liru, falem edhe më pak shërim për çfarë u pyetja se thashti. Se After your release, Pasi të liruan, çfarë kalonte në përmendje? Për shembull, atë kujtoheshin rrahjet, keqtrajtimet, çfarë kishe psikologjikisht në mendje? ishëm rrova viktim dhe më sulmun edhe tregoj kam pasoja ende kam pasoja. Kam argumente mjekësore, që mjek më ka dhënë dokumentacionin dhe për mjek jam të ushërim. and were you able to sleep? A ke qenë në gjendje që të flesh? Normalisht e kam fjalën? Fizike më ka ndodhur si as më ka mërzumi. Më ka ndodhur. Më ka ndodhur edhe pi dhimbjes. Më ka ndodhur disa raste. Were you able to forget? A ke qenë në gjendje të harrosh atë çfarë të ka ndodhur? E ke harruar atë çfarë të ka ndodhur? Kur në të harroj. Pasojat kur nuk të t'i harroj. Rrahjet e këto kur nuk të t'i harroj dhe të tregoj të vërtetë. And did the fact that you were Po fakti që je ndalu nga UÇK-ja, a ka pasur ndikim mbi mënyrën se si të kanë trajtuar njerëzit pas luftës? Thank you. I have Faleminderit. Nuk kam më pyetje për ju. Faleminderit dëshmitar, faleminderit të nderuar gjykatës. Zonja Tavakoli nuk kam pyetje. Zonja Roman nuk kam pyetje, zoti Robert, jo asun s'kam pyetje. Elis nuk kam asun asnjë pyetje. Gjykatësi ka ndonjë pyetje nga gjykatësit? Zoti Metro ka pyetje. Metro, mirëmëngjes, dëshmitar. Few questions. Kam disa pyetje për ty. Pyetja e parë është kjo.
mbrojtje. Mbrojtësi viktimave ka diçka tjetër? Mbrojtësia e viktimave jo. Zonja Tavakoli jo. Ekipet e mbrojtjes? Zoti Roberts jo, nuk kam gjë. Zoti Elis nuk kam gjë. Në rregull. Dëshmitar. Dëshmia juaj përfundoi. Tani mund të dilni nga salla e gjyqit. Faleminderit që erdhe dhe që ndave me ne informacionet. Urojmë t'jesh sa më mirë. Mund të largoheni nga salla me asistenten që është përkrah jush. Faleminderit edhe një herë që erdhët. Ndëzut. Let's go back into public session. Kalojmë në seancë publike. And I understand you wish to clarify, Mr. Kuptoj, me sa kuptova, sekretari i gjykatës do të bëjë një sqarim. Sekretari i gjykatës, jemi në seancë publike dhe dua të sqaroj diçka po proces verbal. Bëhet fjalë për provën P01158. Për ndryshe me numri RN 060639 deri 060639. Prova materiale P01159, atëherë mban numrin RN 060640 060640. Prova materiale me numër P01160 mban numrin RN 060648 deri në 060648, ndërsa RN-ja me numër E060649 do të marrë numrin e provës materiale P01161, ndërsa shënimi përgatitor me numër 120921 deri në 120929 do të marrë numrin e provës materiale P01162. Ju faleminderit. Gjykatësi, faleminderit. Ka ndonjë gjë për të shtuar? Ekipet e mbrojtjes jo. We're apparently finished. Me sa duket, për sot mbaruam. Dëshmitarin e radhës nuk e afrojmë dot që të fillonim tani, sepse është me video lidhje. Seanca ndërpritet këtu dhe fillojmë nesër në orën 9. Faleminderit. Sekretari të gjithë më këmbë.